Besoj mundemi me fillu. Po presim do i kënda. Përshëndetje edhe një herë për gjithë ju. Tashmë janë bashkangjitur edhe përfaqësuesit nga Banka Qendrore e Kosovës, nën guvernatori zotërisë Sokol Javulli. Përshëndetje. Atëherë, si thamë edhe më herët, është koha për të prezantuar në fakt panelin. Pjesë e këtij paneli është zëvendës kryeshefi ekzekutiv Artan Sadiku, nga BQK Sokol Javulli, nga EFSE Venera Hoxha, nga BESHGI Arjan Blakaj dhe nga USAID Blesa Ilaci. Ndërkohë që moderimi i këtij paneli do të bëhet nga Besnik Berisha. Faleminderit, shpresoj në diskutime dhe ndarje të informatave që do të jenë të dobishme për të pranishmit. I kemi para vetes 40 minuta, orientimisht 1 orë. Me që rast do diskutojmë nga perspektivat ndryshme, nga përfaqësues të institucioneve të ndryshme, lidhur me rëndësinë e shërbimeve jo financiare në përmirësimin e ambientit të bërit biznes dhe në zhvillimin e ndërmarrësisë në Kosovë. Artan, fillojmë me ty, me qenë se je edhe host, je në pret neve këtu. Do donim të adim nga perspektiva juaj dhe institucionit cilën ju e përfaqësoni, nga ideja për rëndësinë dhe nevojën e shërbimeve jo financiare. Nga lindi kjo ide dhe si e mendoni domethënë të ardhmen zhvillimin e këtij koncepti në tregun e Kosovës. Faleminderit Besnik. Faleminderit për pjesëmarrjen. Zëvendës guvernator Sokoli, përfaqësuesi i BRD-s Arjaniti, Besa, Venera, edhe ty Besnik për facilitimin e panelit. Për bizneset që janë këtu prezent, para se me u përgjigj në pyetjen se si lindi ideja, ne si bankë të organizojmë këtë akademi, kisha pas dëshirë me njoftu që shërbimet jo financiare mundet me qenë në 4 forma. Ato janë në formë të konsulencës, ku ofron këshillime nga ekspert nga ndërmarrjet për bizneset specifike, mund të jenë në formë të trajnimeve, sikur ky, cilin do të organizojmë sot pas drekës për bizneset, ku ofrohen workshope, seminare për SME-t, në formë të statistikave, në formë të raporteve, ku organizohen përmes portaleve, për industri dhe për sektore ndryshme, për të ndihmuar SME-ve për specifikat e industrive dhe sektoreve të tyre, po edhe në formë të rjetizimit bizneseve, ku bizneset ndajnë eksperiencat dhe përvojat e tyre për zhvillimin e më të tjeshëm të bizneseve. Ne si bankë kemi filluar me organizimin e këtyre trajnimeve për bizneset, por do të vazhdojmë në vitet në vijim edhe me shërbime tjera jo financiare brenda kësaj pakoje. Ne si bankë për biznes jemi të orientuar nga ndërmarrjet e vogla të mesme, edhe synojmë të jemi partner strategjik i tyre, duke i mbështetur ato jo vetëm me shërbime financiare, por edhe me shërbime jo financiare, sepse besojmë që këto do të kenë vlerë të shume në menaxhimin e biznesit dhe në rritjen e tyre. Ideja ka lindur pikërisht nga diskutimet që i kemi pas dhe nga volontimet tona të brendshme që i kemi bërë për ndërmarrjet e vogla në Kosovë, për të identifikuar brenkat e tyre. Ne kemi pa që ndër brenkat kryesore janë pozicionimi strategjik, është menaxhimi financiar, planet e marketingut, përgatitja e pasqyrave financiare, dhe kemi vendosur institucion që të angazhojmë një kompani konsulente me renome, brenda dhe jashtë Turqisë, siç është Guru Akademi, e cila do të ofronte shërbime jo financiare në formë të trajnimeve për gjithë klientët e bankës, po edhe ato bizneset cilat nuk janë klientat bankës. Kisha pas dëshirë me përmend që sot është veç fillimi i akademive biznesore, këto do të organizohen në gjithë Kosovën, në 7 regione. Shpresojmë që deri në fund vitit edhe numri i bizneseve pjesëmarrëse në këto akademi do të jetë më i madh. Edhe për fund duhet përmendi që e pamë nga prezantimi i Adnanit më herët që 98% të ndërmarrjeve ndjen 10 punëtorë dhe ne besojmë që këto janë katalizator kryesor i ekonomisë edhe burimi i punësimit në Kosovë, andaj për neve kjo na jep një kënaqësi të madhe sepse besojmë që këto trajnime do të kenë një vlerë të shume pikërisht për këto ndërmarrje në Kosovë. Faleminderit Artan. Zotëri Javulli, Banka Qendrore e Kosovës mendoj që është krenare me një sektor financiar, me një sektor bankar që fare është zhvilluar në Kosovë për shumë vite. Pothuajse me gjithë indikatorët që tregojnë suksesin e këtij sektori është shembull në rajon, po ndoshta edhe më gjerë. Mirë po sot do doja ta ndij opinionin tuaj lidhur për këto shërbime jo financiare. Si e konsideroni ju nga perspektiva Bankës Qendrore të Kosovës, pse janë të rëndësishme?
Faleminderit shumë, Besnik. Sigurisht, çështja e shërbimeve jo financiare ndërlidhet pikërisht edhe me gjendjen edhe të sistemit financiar në Kosovë, ku nëse fillojmë të bisedojmë për numrat ose për gjendjen shëndetësore të vetë sistemit, konkludojmë për vitet të tëra se është njëri ndër sistemet më të shëndetshme, njëri ndër sistemet me rritje të vazhdueshme, njëri ndër sistemet me kredit më të ulta, jo performuese, dhe njëri ndër sistemet i cili po ashtu ka një nivel të likuiditetit ndoshta më të lartë edhe në rajon. Pra, është një term që e kemi ndëgjuar shumë shpesh, excess liquidity apo likuiditeti i tepruar, si në forumet tona të përbashkëta, ashtu edhe në për materialet e ndryshme të cilat janë prezentuar qoftë për sektorin financiar të Kosovës, apo kur është bërë krahasimi i sektorit financiar të Kosovës me atë rajonat. Dhe natyrisht, kur konstatojmë se kemi një likuiditet të tepruar në sektorin financiar, është më se natyrshme të vijmë edhe deri te pyetja se pse ky likuiditet vazhdon të jetë në nivele më të larta se sa që vetë sektori bankar apo vetë sistemi financiar do ta dëshironte. Edhe në diskutime me shumë prej kolegëve nga sistemi financiar, njëra ndër konkluzionet e vazhdueshme është sepse kjo vjen si rezultati i mungesës së kërkesës. Jo pse ka mungesë të kërkesës në treg, por pothuajse ajo kërkesë e cila ekziston në treg është e mbuluar nga kapacitetet e sektorit bankar dhe mbetet edhe një pjesë tjetër. Pra, ana e ofertës mbetet me tepric, ndërsa ana e kërkesës është e mbuluar plotësisht. Dhe natyrisht konsideroj se një iniciativë e tillë prej BPB-s në këtë rast sigurisht se e adreson pikërisht këtë problematik, sepse një pjesë të kërkesës, e cila gjithmonë mbetet shkurt në plotësimin e të gjitha kritereve, në qoftë si rezultati njohurive, nga mungesa e konsulencës apo nga mungesa e trajnimeve, apo ndoshta edhe nga mungesa e njohurive të bizneseve mikro në leximin e saktë të dhënave statistikore, apo cili do nga këto 4 elemente të prezentuara nga ky program, nuk arrin që ta përfaqësojnë një ide biznesi në mënyrën më konkrete dhe ta bindin bankën që të gjenerojnë financim dhe, po supozojmë, refuzohen në fazat e hershme apo edhe bëjnë një vetë selektim për të mos aplikuar fare për financim dhe shihen edhe mënyrat alternative të financimit, por jo mënyra ndoshta më e lirë që ekziston në treg, e cila është edhe vetë sektori bankar. Prandaj, gjithsesi, se inicimi një iniciative tillë do e adresoj një mungesë të theksuar në tregun e Kosovës, sidomos kur merret parasysh edhe se pjesa e korporatave, po themi, është mbuluar relativisht mirë nga sektori bankar, po është pjesa e bizneseve të vogla, ajo që sigurisht ka dhe kosto më të lartë operacionale për vetë bankën, për trajtimin e rastet tyne, mirë po ka dhe mungesë të njohurive nga ana e kërkesës. Tashmë jemi në avancim të çdo teorie që ndërlidhet me bankingun, me ekonomiksin, e kështu me radhë, dihet se njohuritë përbëjnë njërën prej pjesëve kryesore të cilat sigurojnë edhe zhvillim të qëndrueshëm makroekonomik, prandaj prej 2 segmenteve, dhe nëse ndalemi e shohim prej nivelit individual të bankës apo të biznesit, kjo gjithsesi do e nxit përpara zhvillimin ekonomik në vend, apo zhvillimin e bankës dhe të biznesit së bashku, por gjithashtu do të ndikojë edhe në zhvillimin makroekonomik, në përshpejtimin e rritjes ekonomike dhe gjithsesi edhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Prandaj është sigurisht një iniciativë që do të gjej elemente të mjaftueshme në tregun e Kosovës me të cilët do të ketë bashkëpunim dhe me të cilët do i përgatisë jo vetëm për bankën për biznes, por për gjithë sektorin financiar në Kosovë, sepse një iniciativë e tillë ta lejon mundësinë e marrjes së informacionit dhe natyrisht nuk ta kufizon apo kushtozon mundësinë e zgjedhjes së bankës me cilën natyrisht dëshiron secili biznes të bashkëpunojë. Mund të ketë, do të ketë sigurisht një varg të gjatë të benefiteve nga programi i tillë, mirë po prej perspektivës të Bankës Qendrore,
ne presim shohim që si rezultati kësaj të kemi një rritje të kreditimit. Ne vazhdimisht flasim po ashtu se raporti ndërmjet kredisë dhe produktit brendshëm bruto vazhdon të jetë ndër më të ulët në rajon. Kjo është nëse e konvertojmë atë diskutimin e mëhershëm mospërputhjen e kërkesës dhe ofertës, tani e vim edhe deri te ky raport ndërmjet kredisë dhe GDP-s apo produktit brendshëm bruto. Dhe sigurisht se kjo do të kontribuojë edhe në këtë drejtim që kreditimi të rrisë pjesëmarrjen në GDP, sepse tregon se ka iniciativa në bërje të biznesit, në gjenerim të vendeve të reja të punës. Pra, prej perspektivës tonë, gjithsesi është një iniciativë e cila duhet të përgëzohet dhe duhet të përcillet sigurisht edhe prej gjithë sektorit bankar, po edhe prej gjithë sektorit financiar. Lajmi i mirë është se kapacitetet e sektorit bankar nuk janë kufizuar, përkundrazi janë zgjeruar më tutje, përkundër gjendjes me pandeminë, cilën e kemi pas për gjatë më shumë se 5-16 muajt e fundit, dhe kemi arrit që ta ruajmë stabilitetin e sektorit bankar, dhe tani sektori bankar duhet të jetë katalizatori kryesor i cili nxit rikuperimin e aktivitetit ekonomik në raport me situatën e parapandemike. Pra të rikuperoj dëmet që kanë ardhur prej. Duhet ta marrë edhe vetë barrën e rikuperimit të një pjesë të dëmeve që janë shkaktuar si rezultat i pandemisë. Sigurisht do kemi edhe diskutimet më të thjeshme, po një përmbledhje e përgjithshme është kjo se do e adresoj në mënyrë shumë adekuate këtë mospërputhjen e kërkesës nga tregu, sepse një pjesë e kërkesës nuk është cilësore dhe ofertës e cila është mjaft cilësore. Faleminderit. Faleminderit Sokol, realisht desha vetëm ta konfirmoj ato që edhe konkludove. Posaçërisht gjatë pandemisë kemi pa që ndërmarrjet disa janë gjinë më mirë, disa janë gjinë më keq, domethënë varësisht se si janë adaptuar realitetit të ri. Dhe e kemi pa edhe nga perspektiva institucionit tonë, po edhe nga sektori bankar që ato ndërmarrje që janë dinamike, që i përshtaten realitetit, që kanë njohuri për brenda organizatës së tyre se si ta përshtatin, janë dalë më mirë nga pandemia, ndërsa disa tjera domethënë edhe kanë ballafaqur me probleme më serioze. Zonja Hoxha, do doja të kaloj te ju, e dim që tregu në Kosovë ka nevoja ndryshme, sfidohet me probleme lloj-llojshme. Pse keni zgjedhur ta mbështesni një iniciativë të tillë, çfarë është zhvillimi i Akademisë së Biznesit dhe zhvillimi i shërbimeve jo financiare nga Banka për Biznes? Faleminderit shumë Besnik, përshëndetje të gjithëve. Pse kemi zgjedhur fondi, do me thonë, mundemi me thonë edhe në bazë përvojës që aktorët sektorin financiare kanë me ne, është se njëri ndër segmentet kryesore, do me thonë, të fondit është ndërmarrjet e vogla, kreditimi ndërmarrjet vogla dhe të mesme. Po ashtu, gjatë punës sa vjeçare është parë që, do me thënë, nuk është i rëndësishëm vetëm kreditimi, po njëjtë sa është kreditimi, do me thënë, është edhe aspekti jo financiar, apo këshillëdhënia, trajnimet e ndryshme. Prandaj, ne në fond më herët e kemi kriju në nivel global Akademinë e Ndërmarrësisë dhe në region kemi pas 2 projekte të gjashme, të cilat, do me thënë, kanë qenë mjaft suksesshme. Po pse pikrisht me BPB-n dhe pse pikrisht edhe në Kosovë, është se BPB-ja ka qenë mjaft aktive dhe në ide kam pas këtë ide, do me thënë edhe më herët. Prandaj ne duke e parë nevojë dhe duke e parë se BPB-ja është edhe partner me cilin do të mund në mënyrë të suksesshme ta lansonim një bankë, do me thënë lokale, që është më afër klientave dhe i kupton nevojat e tyre, kemi menduar se ta lansonim dhe ta fillojmë këtë projekt. Faleminderit. Do doja pak nga zonja Ilazi, përfaqësuese e USAID-it. E dim USAID ka kontribuar shumë me vite në përmirësimin e ambientit të bërit biznes në Kosovë. Si rezultat i angazhimeve tyre, sot ekziston fondi kosovar për garanci kreditore, përmbaruesit privat,
shumë ndihmë sektorit bujqësisë, sektorit prodhimit, sfundit edhe sektorit eksportit. Do donim të dim çfarë është strategjia USAID-it në të ardhmen, a parashe strategjia USAID-it trajtimin e këtyre temave për brenda viteve të ardhme. Faleminderit Besnik, faleminderit për ftesën bankës për biznes privat, faleminderit gjithë për pjesëmarrje. Sa i përket USAID-it, dhe besoj gjithë donatorëve, ne jemi vetëdijshëm që ndërmarrjet mikro të vogla dhe të mesme janë të ballafaqoar me sfida të ndryshme. E disa prej tyre edhe mos me përmend access to finance, apo që është një prej sfidave të shumta, është edhe qeverisja e mirë, ku aty vijnë prej ma të ndryshmeve. Ndoshta do të përmendi prezentimin që e partneri Shahsuvar, ku përmendi se 99.9% të bizneseve në Kosovë janë i takojnë asaj MSMI. Mirë po unë isha nalë në mikrobizneset, që janë 98.6% për mdokët. Do me thonë, edhe kjo është në këtë raportin e Bankës Botërore Job Diagnostic, ku thuhet se në vendet e botës punësimin e bëjnë kryesisht kompanitë e mëdhaja. Këtu të ne atë punësim e bëjnë dikun 35%, dërsa qëto mikrobiznese, do me thonë që kanë punësum prej 1 deri në 9 punëtor, e bëjnë 36% të punësimit. E ato janë qaj 98% që e përmendi zoti Shahsuvar. Do me thonë edhe ne si donator normal që jemë të interesum me i mbështet ndërmarrjet prej mikro e deri te ato të voglat, mesme dhe të mëdhaja. Çka kisha me përmend është strategjia, sikur se e përmendët edhe ju Besnik. Vjetë kemi aprovu strategjinë e re dhe gjatë viteve në vend, do me thonë 5 vjeçare, do të mbetemi në mbështetje sidomos të sektorit privat. Kjo strategji i ka 2 objektiva të mëdha. Njëra prej tyre është llogaridhënia, edhe tjetra është mundësi. Me llogaridhënie na do të kujdesemi që t'i mbështesim respektimin e ligjit, të mundohemi që të zbusim korrupsionin e të tjera. Ndërsa me mundësit me njëherë t'i shkon mendje mundësit ekonomike, mirë po jo vetëm mundësit ekonomike, po edhe mundësit demokratike, cilat do t'jenë të përfaqësume në ekonomi. Edhe një gjë e re që lidhet me këtë strategji, është se në strategjitë e mëparshme, ne kemi qenë të interesuar me ju ndihmu sektorit privat, kryesisht, përmes granteve, përmes asistentës teknike, mirë po, si zakonisht e kemi kriju ndoshta atë varësinë ndaj e sektorit privat në grante. Do me thonë tash me këtë strategji, ne do t'jem vetëm facilitator. Do me thonë do t'a shtyjmë sektorin privat, që aj me marë, do me thonë timonin në dorën e tyne dhe aj me udheq biznesin e vetë. Na normal do t'i mbështesim me asistencë teknike, apo edhe me këto, sikur se i përmendën banka për biznes privat, jo do me thonë me një akademi, mirë po me çështje me cilat ballafaqohet sektori privat. Duke u nis prej good governance, pasi e dim se shumica bizneseve në Kosovë janë të familjare, biznese familjare. Do me thonë me e bo atë shkyqen, delegimin e autoritetit e dikush tjetër me e bo, do me thonë një biznes tamam të fortë që me mujtë me pas mundësi për me u rritë. Unë isha në alë këtu dhe bisedojme edhe ma tutje. Faleminderit. Faleminderit Besa. Zotri Blakaj, përfaqësuesi i Bergjet, Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim. Kemi pa Bergje shumë aktiv në projekte edhe infrastrukturore, mirë po edhe në ndihmë sektorit privat. Nëse mundeni me na shpalos se çfarë bën konkretisht Bergje në Kosovë, si e sheh bashkëpunimin me Bankën për Biznes, që është edhe njëri nga aksionarët që kanë ndihmuar shumë Bankën për Biznes gjatë viteve të ardhshme edhe me know-how. Kështu që ju lutem niti nëse mundesh me informash. Pra në pyetën se çka bën
jo vetëm në sektorin financiar, pra mund të theksoj se ne e mbulojmë sektorin financiar, sektorin privat, po edhe ato të infrastrukturës publike. Në sektorin financiar ne jemi aktiv prej vitit 2001, po them, dhe kemi punu pothuajse me shumicën e bankave në sektor, po kemi punu shumë edhe me sektorin mikrofinanciar dhe vazhdojmë të punojmë. Ne gjithashtu punojmë edhe direkt me biznese, pra financojmë edhe bizneset private direkt, por jo bizneset mikro dhe të mesme, për shkak se ne në huadhënien direkte ne fokusohemi te korporata dhe te kredite mëdha, pra kryesisht 5 milion e më lart. Prandaj për kredit më të vogla, pra për të kanalizuar në sektorin privat, ne ato i kanalizojmë nëpërmjet sektorit financiar. Kemi punu me një numër të bizneseve, domethënë private, kemi qenë ndër investitorët e pa institucional që kemi bërë investim në ekuitet në sektorin privat, pra kemi pas investim në ekuitet në fabrikën e çipsave Pestova, në fabrikën e tullave në Landovis Tutoria, pra foli si aksionar, jo vetëm si kredi, ndërsa si kredi edhe shumë bizneseve tjera. Gjithashtu ne mbulojmë edhe infrastrukturën publike dhe jemi aktiv mjaft në projektet publike, në rrugë, në hekurrudha, me komuna në transportin urban, për shembull në Prishtinë, në autobusat e verës, si thonë. Mirë po, jo vetëm në financim, ne përkrojmë edhe zhvillimin e planeve strategjike të ndryshme, qoftë për shembull në komunën e Prishtinës kemi zhvilluar planin e mobilitetit urban, jemi në finalizimin e planit Green Action Plan, si i thonë shqip, domethënë planin e gjelbër për qytetin. Gjithashtu kemi filluar domethënë zhvillimin e projekteve në fushën e eficiencës së energjisë në sektorin publik, direkt në komuna, pra këto janë domethënë projekte të reja që ende presim me implementu, pra ku identifikojmë domethënë nga nëpërmjet konsulencës tonë investimet të cilat kanë një kthim shumë të shpejtë, pra 5 deri në 6 vjet, do thotë këto investime janë domethënë të kthyeshme. Në sektorin financiar ne gjithashtu kemi përkrahur edhe fondin për sigurimin e depozitave. Shpresoj që mund të bashkëpunojmë edhe me fondin për skemën për garantimin e kredive në të ardhmen, kur të është nevoja. Me PPB kemi një histori të gjatë. Fillimisht kemi filluar me kredi për ndërmarrje të vogla, mikro të vogla dhe të mesme, dhe pastaj jemi bërë aksionar. Kemi domosdoshmë 10% të aksioneve me investimin tonë në PPB, pra objektiv në kështë thjesht fitimi, po ne kemi përkrahur bankën private të bizneset në zhvillimin e saj, në rrugtimin e saj për zhvillim. Ne kemi ofruar asistencë teknike për zhvillimin e kapaciteteve të bankës private të biznesit, kryesisht të fokusuar në menaxhimin e riskut, por edhe në zhvillimin e produkteve. Pastaj kemi vazhduar përkrahjen e bankës private të biznesit në fushën e eficiencës së energjisë gjithashtu, një ndër bankat e para që ka marrë pjesë në këtë program. Pastaj kemi programin për Trade Facilitation Program, pra për TFP, për shqip, për nuk e di termin shqip, Trade Finance. Dhe pastaj kemi programi për mbështetjen e konkurrëshmërisë së bizneseve, pra nëpërmjet të cilit financojmë bizneset mikro, të vogla dhe të mesme, po të cilat kanë edhe incentiva tjera deri në 15% të kredit për bizneset, por ne në kuadër të këtij programi ofrojmë edhe asistencë teknike edhe bankës private të bizneset në identifikimin e projekteve, domethënë zhvillimin e portofoljes, zhvillimin e produktit, po edhe gjatë implementimit, po gjithashtu ofrojmë nëpërmjet këtij programi ofrohet asistencë teknike edhe bizneseve direkt në përgatitjen e identifikimin e investimeve, planin investiv, apo edhe për atë bërë ndonjë
analisë të zbrastirës sa i përket përputhshmërisë me rregullativat e Unionit Evropian dhe domethënë në përmirësimin apo në ngritjen e standardeve konform rregulativës evropiane. Ndoshta unë e zgjata shumë, por kjo është një përshkrim i shkurt, gatshëm që sarimet të tjera. Arianet, do doja edhe një pyetje me vazhdu të ti, e përmende që bëni edhe equity, të më thonë investoni me ekuitet të ndërmarrjet private dhe keni disa shembuj në treg. Do doja nga perspektiva juaj ta ndëgjoj çka konsiderohet një ndërmarrje atraktive, pse konsiderohet, çfarë atributësh duhet i ketë ajo ndërmarrje për të investuar me ekuitet. Që pak a shumë besoj që duhet jetë domethënë atribute po të njëjta që edhe një bank duhet ta konsideroj për me kreditu një ndërmarrje. Fillimisht qëllimi i investimit në ekuitet është edhe të rrisë atraktivitetin e atij biznesi për kreditim nga sektori bankar. Sepse ekuiteti është një lloj garancioni për kreditdhënësin. Çka e bën atraktive një ndërmarrje për investim në ekuitet? Fillimisht duhet të ketë mallësinë e nevojshme për me investu, sepse nuk mund të investon në shumë të vogla për shkak të kostës së lartë të transaction cost, pra flasim për investimin në ekuitet disa milionëshe potencialisht. Ndërmarrja në fjalë duhet të ketë potencial të rritjes, pra të demonstrojë nevojën për ekuitet shtesë, sepse ne nuk blejmë aksione ekzistuese, po ne shtojmë kapital me qëllim të rritjes. Përveç asaj, ndërmarrja në fjalë duhet të ketë një qeverisje kooperative të pranueshme, nuk mund të them ideale sepse ne do të kontribuojmë në përmirësimin e qeverisjes kooperative, por duhet të ketë të pranueshme dhe duhet të kalojë në formalitet, pra në biznes formal me pasyra të auditume, që të kemi mundësi edhe të bëjmë investimin, por pastaj edhe të përcjellim performancën për rikthimin si aksionar. Kjo është një probleme që kryesisht hasim në vende si Kosova për shkak të informalitetit, edhe biznesi duke qenë që janë familjare kryesisht, kanë tendencë të punojnë më shumë me jo formalisht, edhe kur vjen te kalkulimi edhe ndarja e profitit, ajo duhet bëhet sipas librave të auditume, jo sipas marrëveshjes. Këto janë probleme që janë evidente në Kosovë, por që ne në disa raste i kemi evitu dhe kemi kontribu, pra nuk e pranojmë realitetin, por duhet të dakordohemi që të përmirësojmë, se realiteti kjo që është. Besoj duhet ndërmarrja pikësparit jetë e hapur të pranoj këto. Nuk do me thonë me qenë po tjetë e hapur dhe i përmende 3 gjëra shumë interesante që unë edhe në pletushke lexova që adresohen nga Akademia e Biznesit. Do të doja Artan nga ty ndëgjova që kjo do të ketë një konsistencë, do më thonë nuk do mbaroj me një punëtori, mirë po do të ketë edhe punëtori të tjera, në varësisht prej temave dhe në varësisht prej nevojave të ndërmarrësisë. Si e mendoni ju këtë rrugtim? Do ta bëni vetëm si bank për biznes, apo së bashku edhe me partner tjerë, apo pritni ndihmë edhe nga institucione tjera? Po besnik, nga ullumtimet tona brenda bankës, kem parë që këto brenka që dalin nga bizneset janë të tilla që nuk mund të trajtohen për një periudhë të shkurtë kohore. Edhe na kemi vendosur si institucion që ky program të dizajnohet në atë formë që të jetë dinamik. Do thotë nuk është programi i cili do të ndodhë si vjet, do të ofron këto trajnime në regionet e Kosovës dhe do të mbaraj. Absolut jo. Madje përveç që do të vazhdoj, ne planifikojmë që këtë program të pasurojmë tutje edhe me iniciativa tjera, cilat i përmenda që nuk kuptojnë përveç trajnimeve në një tarme të afër duke i shtu shërbimet financiare për biznese. Me që u bë pyetja direkte, atëherë kisha pas qef edhe me shtu që qëllimi i bankës tonë, po zhyt në aspektin operacional se si do të organizojmë akademitë, cilin do t'i njoftoj tani, po qëllimi i bankës tonë është që mikro-ndërmarrjet gjatë rrugtimit të re, zhvillimit në ndërmarrjet mesme, BPB-ja të jetë bank amë për këto ndërmarrje. Ne diferencojmë në treg nga banka tjera në biznes modelin tonë aspektin e vendimarrjes,
sepse jemi fleksibil, dhe në aspektin e kualitetit shërbimit që ofrojmë për këto biznese. Do thotë, për qenë bank on për këto biznese, ne duhet të jemi partner strategjik i tyre. Kjo në kupton që në fat gjatë, ne kemi planifiku dhe dizajnu trajnimet, por edhe programin në atë formë që njëtarët jo të afërt të mund të shohin progresin e ndërmarrjeve dhe ta masim se a është arrit qëllimi me vërtet joni cili ka qenë ky rritja graduale e biznesit prej një fazë në fazën tjetër, përmes shërbimeve qofshin ato financiare, po në këtë rast jo financiare që ofron banka jonë. Në aspektin operacional, ne së bashku me partnerin ton EFSE kemi ndonë një buxhet caktuar për dizajnimin e këtij programi, edhe pse kjo involvon një kosto të madhe, organizimi këtyre akademive në mbarë Kosovën, ne megjithatë kjo do të ofrohet pa pagesë për gjithë klientët. Do të organizohet, siç e përmenda edhe më herët, për një numër mbi 300 biznese, kjo duke i respektuar gjithmonë edhe masat që janë kishin nga qeveria. Shpresojmë që deri në fund vitit në regionet tjera që do të organizojmë, do të kemë mundësi që të ftojmë një numër edhe më të madh bizneseve për të vazhduar vitin e ardhshëm me një frekuencë edhe më të madhe. Këtë vit trajnimet do të organizohen dhe do të bëhen nga Guru Akademi. Në anën tjetër, paralel Guru Akademi është duke investuar në trajnime të burimeve dhe kapaciteteve njerëzore që i kemi në brenda bankës, në mënyrë që në të ardhmen banka për biznes këto trajnime të i ofrojë të bizneset e vogla dhe të mesme me kapacitetet e veta të brendshme, edhe të jetë e pavarur në rrugtimin e saj me SME. Faleminderit, zonja Hoxha. EFSE është prezent pothuajse në gjitha vendet e Evropës juglindore, në sa e di. Ka ndonjë përvojë të tillë nga këto vende dhe është involvuar në projekte të tilla EFSE dhe si janë pritur nga ato tregje? Po, faleminderit Besnik. Gjatë prezantimit të zotri Adnanit, ai tha është zbuluar gjatë përvojës së bizneseve se bashkëpunimi, do me thënë, bank, klient, ose është shumë i mbarën, do me thënë, është si një simbiozë. Do me thënë, këto aktivitetet jo financiare, do me thënë, rëndësia e tyre viteve të fundit është rritur shumë. Ne nga përvoja jonë, që e kemi në 2 vendet të rajonit, dhe jenë disa iniciativa tjera dhe në disa vendet të tjera, kemi parë se këto tregon iniciativa shumë të suksesshme. Si do qoftë, për të treguar suksesshme, gjithsesi duhet të zgjidhet partneri serioz dhe të shifen edhe potencialet e tregut. Prandaj ne shpresojmë se ky vetëm është një hap sapo ka filluar dhe ne do ta zhvillojmë këtë program që të jetë një model për tregun dhe të bartet edhe të partnerët e tjerë, sepse tregu i Kosovës, do me thënë, sidomos gjatë kohës pandemisë, është parë se shërbimet financiare janë të rëndësishme, por edhe ato jo financiare janë pa aq të rëndësishme sa ato financiare. Dhe shpeshherë edhe nëpërmjet shërbimeve jo financiare, unë mendoj se banka do të jetë në gjendje ta njohë klientin edhe më mirë dhe do të jetë më afër klientit dhe me siguri do të ishte më e lehtë që edhe të vazhdonte financimin edhe në kohë më të vështira, do me thënë pandemia ka vërtetuar. Prandaj ne po presim që të jetë një program shumë i suksesshëm, një akademi e suksesshme dhe të zhvillohet edhe më tutje. Të filloj me trajnime, po mandej të zhvillohet edhe në segmente tjera. Të krijohet një rrjedhësim ku mund të përdoret jo vetëm nga banka, por edhe nga klientët dhe do të hapen edhe mundësi të reja, potenciale të reja të biznesit, si për klientin ashtu edhe për bankën. Faleminderit zonja Hoxha. Zëvendës guvernator, po shpresojmë që jemi duke dalë nga kriza. Spaku po shpresojmë. Ju si e shihni rolin e bankave edhe gjatë krizës, mirë po edhe çfarë janë pritjet nëse me të vërtet jemi të dalë nga kriza, edhe çfarë janë pritjet përgjithësi për ekonominë e Kosovës, por edhe për sektorin bankar. Faleminderit, Besnik. Sigurisht trendet e vitit 2021 janë mjaft i kurajuese se jemi duke të kaluar me sukses damin e shkaktuar për gjatë vitit 2020.
nëse do t'jetë një rekuperim i plot i dëmit të vitit 2020, sigurisht mbetet të shihet sepse jemi në po ato margjina të dëmit, në po ato margjina dhe të rekuperimit të këtij dëmi. Natyrisht, ne si Bankë Qendrore jemi të bindur plotësisht dhe pa asnjë mëdyshje se politikat të cilat i kemi ndërmarrë për gjatë periudhës së pandemisë kanë ndikuar që një numër i bizneseve të shpëtojnë nga falimentimi si rezultati këtyre politikave, të cilat e kemi ndërmarrë së bashku me vetë sektorin bankar. Në fillim të vitit, në ditët e para të pandemisë, është implementuar ai moratoriumi fillestar, i cili ka bërë pezullimin e pagesave të kredive për një periudhë 3 muajore për bizneset apo individët e goditur nga mbyllja vendeve të punës, mbyllja bizneseve si rezultati i pandemisë. Meqense problemi ishte më i gjatë se sa periudha 3 muajore, ne ndërmarrëm edhe një veprim të dytë, ku nxjerrëm edhe udhëzimin për mundësimin e riprogramimit. Sektori financiar dhe bizneset janë të njoftuar se një riprogramim eventual ndikon edhe në raportin kreditor, në perceptimin e bankës për klientin e kështu me radhë. Mirpo ne u siguruam përmes këtij mekanizmi që të mos ketë pasoja eventuale, të mos ketë prishje të rejtingut kreditor të klientëve si rezultati i riprogramimit, sepse ishte e qartë se hapja me disa kufizime nënkupton rikthim të biznesit apo hapje të biznesit me disa kufizime edhe në të hyra dhe mungesë e kapacitetit plot për rikthim edhe të kredive. Dhe e kemi përshtypjen se edhe kjo masë ka ndikuar jashtëzakonisht mirë, sepse një numër i konsiderueshëm i bizneseve kanë shfrytzuar këtë masë për të bërë një reprogramim, një zgjatje të afatit, një ulje të barrës, po e them ashtu, të pagesës të kredisë për gjatë periudhës së riprogramimit, dhe këtë realizuam edhe për herë të tretë po ashtu, që t'ju jepet edhe një mundësi tjetër ata që nuk e kanë shfrytzuar as moratoriumin, as riprogramimin, që ta kenë riprogramimin e tretë. Dhe prapë kjo qëllimi që të evitohet falimentimi eventual i bizneseve. Dhe sigurisht, mbetja gjallë e një pjesë të bizneseve për gjatë krizës ndoshta më të rëndë që ka pas edhe ekonomia e Kosovës, nuk kupton se në një periudhë të hapjes, sikur kjo që jemi tani, ato do e kenë shumë ma lehtë të operojnë në treg, dhe në një periudhë shpresojmë shumë e afërt, edhe ngjarja e sotit besojmë se e konfirmon se jemi afër përfundimit të pandemisë. Të paktën ashtu e jep përshtypjen se s'kemi pas ngjarje kështu me prezencë fizike për një kohë të gjatë. Shpresojmë që në një periudhë shumë të afërt të mbyllet edhe komplet efekti i pandemisë, që nënkupton një hapje totale të gjitha segmenteve të jetës ekonomike, e cila natyrisht do të nënkuptonte edhe performancë më të mirë të çdo segmentit të ekonomisë. Çka ka qenë interesante edhe për gjatë periudhës së pandemisë është se disa prej treguesve kryesor të sektorit bankar janë karakterizuar me një sjellje po themi më të mirë se sa që e kemi prit. Nuk e përmenda rastësisht për shembull kredit jo performuese apo rritjen edhe të mëtejme të depozitave. Sigurisht kanë qenë faktorë të ndryshëm edhe të masave të ndryshme që janë ndërmarrë për gjatë vitit 2020 dhe sigurisht edhe masave që do të ndërmiren edhe për gjatë vitit 2021 prej institucioneve qendrore, që kanë ndikuar që të rritet edhe më tutje kapaciteti financiar i qytetarëve, disa si rezultat ndoshta i kursimeve nga pasiguria eventuale, mungesa e mundësisë për të shpenzuar, sepse edhe kjo ka qenë domosdoshme, por është edhe tjetra e injektimit të diku në rreth afër 200 milion eurove si rezultati edhe për 100 lustit, cilat shumica kanë përfunduar në sektorin bankar. Dhe kur merrem parasysh gjithë këto kapacitete të reja të krijuara, pritjet tona për vitin 2021 sigurisht se janë optimiste për rritje pozitive ekonomike, prapë po e ritheksoj ende mbetet për të parë nëse do e rikuperoj dëmin e shkaktuar nga viti 2020. Mirë po, gjithashtu, kjo të vazhdoj me ritëm të theksuar edhe për gjatë vitit tashëm. Çka është e rëndësishme është se, sigurisht, për gjatë
ulëmtimeve që do i zhvillojmë gjithë segmentet e ekonomisë, ne do të vërejmë, po ashtu edhe ndryshime strukturore të ndodhura në ekonomi, sepse pandemia domosdo i ka imponu disa zgjidhje alternative për një pjesë të bizneseve. Dhe në ndonjë rast, këto zgjidhje alternative mund të jenë edhe më eficiente. Prandaj, përveç ndryshimeve në sjelljen e konsumatorit dhe në sjelljen e biznesit, këtu mund të ballafaqohemi, mbetet për të vërtetuar në të ardhmen edhe me ndonjë ndryshim strukturor, sidomos në forcimin e disa shërbimeve apo në forcimin e disa shërbimeve që janë në ekonomi, që mund të kenë qenë më pak të rëndësishme të perceptuara prej biznesit dhe prej konsumatorëve, ndërsa tash e kanë fituar rëndësinë sepse edhe mund ta bëjnë edhe jetën e gjatë qytetarëve më të lehtë. Prandaj pritjet tona janë, po të themi, të kujdesshme në drejtim të optimistës dhe me bindjen se ky vit do të jetë ose afër rikuperimit të dëmit ose do e rikuperoj plotësisht dëmin e vitit 2020 me trende pozitive edhe për vitin e ardhshëm. Definitivisht nevoja është nëna e inovacionit. Shpresojmë që e kemi parë nga praktikat edhe nga krizat e kaluara që janë hapur shumë mundësi të reja për ndërmarrje. Po ashtu edhe sfida. Për këtë kisha dashur edhe për fund ta përmbylli edhe këtë diskutim, këtë debat edhe me opinionin nga zonja Ilazi. Si e sheh perspektivën e ndërmarrësisë së Kosovës, ku janë sfidat edhe ku janë oportunitetet. Duke e pas parasysh edhe variablin e krizës që ka ndodhur së fundi dhe çfarë mund të presim në muajt edhe në vitet e ardhshme. Faleminderit Besnik. Ne si donator, po them që për mbi 20 vite jem duke bashkëpunu me sektorin privat, ku përfshihen edhe bankat, si pjesë e sektorit privat, edhe me pa që kemi pas bukur shumë ndryshime pozitive në këtë drejtim. Mirë po përsëri edhe tash, nëse bisedon me bankat, unë po flas prej perspektivës së donatorit, gjithmonë bankat thonë që nuk ka mjaftueshëm projekte të kreditueshme, do të thonë kanë atë shprehjen bankable projects. Në anën tjetër, po që se bisedon me sektorin privat, ata gjithmonë thonë se mungon qasja në financa. Do të thonë duhet me bo me gjetë një pik që thuhet anglisht sweet spot, do të thonë një pik ku do të kontribonin të duhet në drejtim që me gjetë një gjuhë të përbashkët. E mendoj që kjo akademia e biznesit është diçka ku të dy palë do të mundin të bashkëpunonin. Do të thonë është si një hap i parë në drejtim. Ne si donator në secilën strategji, do të thonë që 20 vite duke përfshi edhe tash, e kemi business support services si një prej indikatorëve, një prej pjesës e cila është, do të thonë, pjesës secilës strategji. Mirë po unë mendoj që në mënyrë ma e drejtë ose ma e mirë, ku do të kisha pa edhe perspektivë ma të mirë për zhvillim bizneseve, është nëse bizneset vetë e shohin dobi e një lloj akademie të tillë. Do të thonë biznesi vetë e shet dobinë aty dhe ai vetë i qasët. Do të thonë jo me ndihmën e donatorit ose me ndihmën e bankave ose qeverisë. Biznesi duhet me pa këtë dobi edhe vetë me një qasë. Vetëm atëherë besoj që do të ishin bizneset do të zhvilloheshin edhe banka do të zbriste rrezikshmërinë, cilën besoj tani për tani e shohim vetëm përmes ose fondit garantues ose përmes ndonjë garancioni tjetër të EBRD-s ose kështu. Është diçka që është e përbashkët. E përmendi zoti Shafsuvar atë simbiozën. Ajo është diçka që i shtyn përpara bizneset. Prej të voglave e deri te të mëdha. Faleminderit. Po më duket domethënë jena me kohë, kemi ikë pa kohës. Për këtë e kisha përfundu këtë debat, i falenderoj gjithë të pranishmit për gatishmërinë me ndaj informata dhe faleminderit për pranimin tuaj. Kam pastaj me fillim nga ora 13 vazhdojmë punëtorit. Faleminderit.